Moti keq godet Greqinë, u i vërshon në rrugë, raportojnë 2 viktima. Moti keq ka goditur Greqinë, ndërsa situata më problematike regjistrohet në jug të Atikës. Kushtet e vështira të motit kanë rezultuar fatale për 2 personat cilët kanë humbur jetën nga moti keq. Një grua 56 vjeç ka humbur jetën pasi është rrëmbyer nga ujërat e rrëmbyeshëm të shiut. 56 vjeçaria mësohet se po kthehej në shtëpi nga puna. Ajo përpoq të kalonte rrugën kur mjeti i saj u rrëmbye nga uji. Viktima mbeti e bllokuar dhe zjarfiksit nuk arritën ta gjenin gjallë. Një roje bregdetare 53 vjeç humbi jetën në krye të detyrës. Sipas rojës bregdetare, ai ishte në patrullim këmbësor në port kur një vale forte rrëmbeu. Ai mori një dëmtim të rënd në kokë që rezultoi fatal për jetën. Pamjet e publikuara nga mediat vendase tregojnë rrugë të mbushura me gur dhe të pushtuara nga rrjedha e ujit.